e mesme. Me analistin Lutfi Bilalli do të ndalem në këtë momenta. Mirëmëngjes. Mëngjesit, përshëndetje nga Prishtina. Ju përshëndes edhe unë dhe me qënë se jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, do doja që bisedën së bashku ta nisnim me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, data 2 mars, 4 mars i është afati i fundit. Çfarë po ndodh me të? Kemi një situatë kur afatet ligjore dhe kushtetuese janë tani më në prag. Ka ndoshta disa lëvizje me të cilat pa një marrëveshje politike mes partisë qeverisë dhe forcave, njërën nga forcave opozitare SPAKU nuk mund të ketë zgjedhje të sigurt, sepse nevojiten ata ai numri famoz 80+ të jenë në sallë. Dhe mendoj që ka disa parafrime të cilat duket që kërkohet një kandidat ose kandidate e cila mund të jetë është konsensuale dhe pajtueshme për të gjitha palët. Por gjitha palët asnjëherë nuk mund t'i bësh bashkë, sidomos neve shqiptarëve në politikë. Mendoj që do jetë ndoshta problematike të flitet me emër të përveçëm, por besoj që ndoshta prapë në lojë do jetë presidenti Osmani. Mendoj, jam pas i bindur, nga arsyet se prapë VV-ja ose personalisht Kurti do sjell në fund si kandidatët të mundshme. Pra ju mendoni që Albin Kurti në fund të fundit prapë te Osmani do mbetet, edhe pse deri në këtë momente nuk e ka shprehur mbështetjen për Vjosa Osmanin, por kërkon deri diku të ketë një president me konsensus politik, duke ja faturuar ndoshta mbështetjen për Osmanin opozitës, e cila thotë që ne nuk mund të votojmë një presidente e cila ka qenë e njëanshme për gjatë mandatit të saj. Po sigurisht nëse arrin Kurti në këtë rast të siguroj përkrajën e njerëz nga partitë e opozitës, PDK ose LDK, atëherë ka ma letë edhe për emrin e Osmanit që ta kandidoj. Duket që është taktizim i tij, nga Osmani qartas ka shprehur bindjen e tij, angazhmanin e tij, që 66 vota ne mund t'i bëjmë me koalicionin qeverist, me komunitetin e shumicë, por nuk mund të garantoj për vota tjera. Dhe këtë është angazhmani yti personal që do mund t'i bëni ju. Dhe kjo mendoj që ka qenë ndoshta ajo pika e thyrë